Mbrojtja civile është një prioritet kombëtar për të gjithë Shqipërinë. Një dëshmi konkrete e kësaj është organizimi i stërvitjes ndërkombëtare Flood North Albania, e para këtij lloji dhe e këtyre përmasave në vendin tonë. Stërvitja u zhvillua nga data 7 deri më 12 prill në drejtimin e Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile, me pjesëmarrjen e ekipeve të kërkim shpëtimit nga 8 vende europiane. Përgjatë 5 ditëve në terren u demonstruan skenarë të ndryshëm reagimi ndaj përmbytjeve, operacione kërkim shpëtimi, evakuimi banorëve dhe i gjë së gjallë, menaxhimi ujrave dhe përdorimi i teknologjive moderne për monitorim dhe ndërhyrje. Qëllimi kryesor i këtij ushtrimi ishte përmirësimi i kapaciteteve të reagimit dhe testimi i bashkëpunimit ndërkufitar në kuadër të mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian, ku Shqipëria është një pjesëmarrëse aktive. Përmes këtij ushtrimi u tregua se Shqipëria është sot më e përgatitur për të mbrojtur jetën, sigurinë dhe pronën e qytetarëve të saj përballë rreziqeve të përmbytjeve dhe emergjencave të tjera natyrore. Flood North Albania përfaqëson një hap të rëndësishëm në drejtim të forcimit të sigurisë dhe rritjes së reziliencës në Ballkanin Perëndimor, duke vendosur një standard të ri bashkëpunimi dhe ndërveprimi rajonal në fushën e mbrojtjes civile.